Unë në moshë të vogël shkoja shpesh në Spaç, edhe në Qafbari, para ca ditësh ose para dje, shkuam për kujtimorin e Tom Dojës Sandër Sokolit, por kam përshtypjen që fatkeqësisht në këtë vend padrejtësia ka zënë vend. Njerëzit që ishin pjesë e elitës fatkeqësisht komunizmit, sot marrin në dorë të bëjnë dhe drejtësinë ose të flasin dhe për antikomunizmin. Kur unë jetoja në Kasollë dhe shumë persekutuar politik, nuk shikonin prindët e tyre, ju ishin mes Tiranës. Jo se ju keni faj për këtë gjë, por të paktën ruani botën e artit dhe batutën tuaj, por mos hyni në një fush të minuar, kur vetë dhe ju, familjarisht jeni përfshirë në këtë pjesë. Aty kanë qenë fisnikë dhe heroj, siç e tha zotëria, dhe Shqipëria duhet t'i respektonte. Pal Sokolin, Xhelal Komprencën, që vinin dhe ishin fisnik. Dhe për ju, po mos ishte Partia Punës që e përmendni shumë, më vjen keq që o them, ju dhe Olsi do shpërndanit çadra në dërmi dhe muno. Sepse ju vinin nga ajo shtresë, ju ishit klasa punëtore. Fatkeqësisht në aristokracia na vrajnë njerëzit tuaj, por ju të paktën për respekt dhe për zondillik duhet për dy fisnik që sfiduan diktaturën ku 99% juve bërtisit partia në verë, t'i nderonit. Sëse kjo parti e majt, e cila duhet bëhet liberale e majt, është pronë kombëtare, të paktën duhet shkëputet nga krimet komunizmit dhe duhet të shkëputet dhe nga arroganca juaj. Jeni shumë arrogant, sepse ndonjëherë më falni jeni dhe ignorant. Ja kombinohen. Dhe kjo etikë që përdorni, gjoja bën ju humor, sepse jeni sipërfaqësor. Unë ju falenderoj dhe shpresoj që të reflektoni zotë kryeminist. Dhe do refuzoj të dëgjoj dhe do ikit pi një kafe për shefin tim. Fjala për kryeministrin. Tani iku zoj të morë sepse e kam vënë re që këtë bën gjithmonë, jo vetëm me mua, po edhe në raste tjera, por nuk ka rëndësi. Por një nga gjërat që komunizmi bëri, për fat keq, është i bëri si veten edhe antikomunistët. Dhe të shash tjetrin edhe të merresh me tjetrin. Kur tjetri merret me argumentin, është mungesë argumenti. Dhe thuash që ne na vrat ju. Është njësoj, siç thonin komunistët, për ata që vranë. Dyshimi është që sot s'është mundësia për të marrë hak duke vrarë. Se po të ishte, në mos Zoti Alizoti, që duket njëri zemër butë, do gjende një tjetër që do bënte një të gjë. Pa tjetër. Ndërsa faktet nuk lëvizin, janë aty. Janë aty. Dhe unë do të dëgjoja me vëmendje dhe ndoshta edhe me më shumë respekt dikë që minimalisht do ta kishte jetën e vet politike në koherencë me atë të kaluar të cilën e sjell për ta pasuruar personazhin e vet politik. Por kjo koherencë nuk ekziston. Atë i thash Zotit Leskaj, atë do t'i thosh edhe Zotit Alizoti. Nuk është askush i detyruar që t'jetë hero. Herojt janë të rrallë, edhe janë ata që janë. Ashtu si kundër, askush nuk mban përgjegjësi për nga vjen. Dhe askujt nuk i ngarkohet përgjegjësi për nga vjen. Këtë e bënte komunizmi, këtë e bëjnë dhe antikomunistët si Zoti Alizoti.
që thot ne aristokratët sot do ishim ku do ishim, edhe ju të tjerë do ishit duke shpërndar çadra. Po pse? Për çfarë arsye? Për cilën arsye? Unë nuk i njoh vetes as një merit veçantë, por ama di që kur unë së bashku me Ardian Klosin mblodhen firmat për të parë një peticion që është nënshkruar në Shqipëri, i cili kishte 2 pika. 1, të rishikohet figura e Enver Hoxhës, 2, të lirohen të gjithë burgosurit politik, dhe e dorëzuam tek presidenca, që ishte ngjitur me Katerin Arte, dhe kopjen tjetër ja quam Rinjës Demokratike, Rinjë Demokratike nuk e botoi. Dhe pak ditë më pas, kur u ndesha me non gratën e zotit Leskaj, isha bashkë me Ardian Klosin dhe me Kasim Tërbeshinën dhe tha, ju nuk mund të vini, tha, në partinë tonë, që s'kishin fare njërën në plan të vinim në partinë tuaj, sepse ju doni të nxirrni, tha, rrugëve llumin e shoqërisë që janë të burgosurit politik. Tekst. Dhe Rinjë Demokratike nuk e botoi pikërisht sepse të burgosurit politik ishin në llumi i shoqërisë. Pastaj çon si kanë këto. Ato që thash unë janë fakte. Fakti është që dosjet e sigurinë shtetit ishit në pushtet gjithë ato vite, zoti Alizoti nuk ishte, megjithëse komunizmi kishte rënë, akoma nuk ishin dalë në pa vlerat, por kjo parti ishte. Partia që flet në emër të atyre që u persekutuan. Dhe nuk i hapi dosjet e sigurinë shtetit. Ky është fakt. E dyta, vërtet është e vërtet ajo që u miratua një ligj, por si e zbatuat ju atë ligj? Sa veta vajtën në varr pa marrë asnjë qindarë dëm shpërblim, dhe vetëm se kishin lidhje me njërin apo me tjetrin pushtetin tuaj. Ky është fakt. S'ka lidhje kjo tani me kush jam unë e kush je ti. Kjo ka lidhje me kush jemi ne dhe kush jeni ju politikisht, jo personalisht, politikisht. Ky është fakt. Mos e politizohet, po pse për çfarë jemi ne këtu? Për çfarë kemi dalë këtu ne? Se ti për çfarë del këtu dhe me demek kujton heroin? Se bën ti se je person politik. Se je person politik e bën. Çfarë mos politizoj? Del këtu edhe bën sikur mban pishtarin e kujtesës, pishtari i kujtesës mbahet me vepra, nuk mbahet me llafe. Pishtari i kujtesës mbahet duke i bërë hizmetin. Thash, aspiratave, qëllimeve dhe amanetit të atyre që të bëjnë ty të ndjesh këtej apo andej i tillë apo i atillë. Çfarë pishtari më? Dhe për më tepër, ti që mban kraun e pishtarit anti-amerikan sot, si mund dalësh ti këtu të flasë për Xhelal Koprenskën, e për Fadil Kokomanin e për këtë unë se këtë tjetër, dhe ti ngre flamurin e rreckosur me dankën mund mes dhe vend të logos Partisë Demokratike, i flamur që ngre ti ka dankën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ti s'do ti. E këtë bëni për Budallaju, po s'ke përgjegjësi ti që del ndihmon që të bësh për Budalla një sadoqoftë numri i atyre demokratëve që vinë mbas teje, po ku i çoni ju ata? Ku i çoni? Kujton se kam hallin tim. Kujton se kemi hallin ton. Po të jetë puna për mua, dhe po të jetë puna për ne, nga i pamja cinike dhe praktike, në fakt, ti duhesh dekoruar. Bashkë me të gjithë ata që e mbajnë atë flamur. Po, me që del këtu dhe bën atë detarin, vetëm atë detari nuk është ajo. Ajo është një poshtërsi e pashoqe me pasoja të jashtëzakonshme në vitet e tëra, jo për Partitë Demokratike. Jo për Partitë Demokratike, po për gjithë shoqërinë tonë. Dhe prandaj kjo teoria e moralit madh antikomunist bie poshtë komplet, është një farsë e madhe
është një tallje e madhe, është një pështirosje e madhe, sepse minimumi, ai zotëria që hiku, duhet kujtohet që në këtë sallë, vetëm një ka qenë sekretar i Enver Hoxhës, i Partisë Komuniste. Ska një tjetër, një që edhe i vdekur ti prape do se së të ndahet shpirti prej ti. E vina të regoni këtu, jo babalarë tua, jo po të recitoj poezi. Qa poezi shmëreciton? Që poezi më reciton ti mua kur ti mban të vdekurin në krah lumath. Edhe mere ngreja edhe në vlorë në krah. Po së të vjen zorë, e kupton që për atë, ja vetëm për këtë, ty do të ndjej këmba këmbës hija gjitha tyre që përmende këtu, sepse e meriton. Sepse je një hipokrit, dhe je një gjithë hipokrit, sepse nuk ju përputhet fjala me veprën, është shumë e thjeshtë. Po të bëj edhe veprat, atëherë do ngrihesh unë në këmbë, do thosha të nderojmë ata që kanë vdekur, të nderojmë dhe Leskën, sepse na i kujton edhe shqyqyr që e kemi gjallë. Por këmba këmbës do të ndjekë i atyre.